Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi edhe në këtë ditë të bekuar në emisionin më të mirë, në emisionin më të kërkuar Të lexojmë së bashku. Të lexojmë së bashku Kur'an. Të lexojmë së bashku fjalën Allahut të Madhërisht në atë formë saqë Allahu të jetë i kënaqur në leximin dhe në punën tonë. Zatën, 3 kategori të lexojmë së bashku: hoxha, mysafirët në studio dhe ju të dashurit e mi. Ashtu siç e don rendi, është e udhës që hoxha ta fillon me pjesën e tij të paraparë për ditën e sotshme. Dhe ajo është faqja 421, jemi në surën Ahzab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لهم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Të dashurit e mi, këto ishin ajetet prej 23 deri 30 të surës Ahzab, që përafërsisht kanë këtë përmbajtje. Prej muslimanëve, prej besimtarëve, kishte burra që vërtetuan besën e tyre që ja dhan Allahu të Madhërisëm, e disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë edhe jetën e tyre, dhe ka prej tyre që janë duke pritur të zbatojnë besën e dhënë Allahut të Madhërisëm, dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi në atë që ata u besatuan. Pastaj Allahu vazhdon me ajetin 24 që thotë që Allahu t'i shpërblej të vërtetit për vërtetësinë, për sinqeritetin e tyre, e hipokritët t'i ndëshkoj nëse do Allahu ose do t'u afal atyre. Allahu është që fal shumë, Allahu është mëshirues i madh.
Ndërsa ajeti 25 Allah thot, dhe Allahu i zbrapsi ata që nuk besuan me atë mlefin e tyre, duke mos arritur asnjë të mirë. Dhe Allahu alargoi luftën besimtarve. Allahu është i fuqishëm, është ngadhnjyes. E ata nga idhtarët e librit, jehudit, të cilët u ndihmuan atyre idhujtarve në luftë kundër Muhamedit a.s. dhe thyen marrëveshjet që kishin me Muhamedin a.s. Allahu i nxorri prej kështjellave të veta dhe në zemrat e tyre, Allahu ushtini frikë, ashtu që një grup e mbytni kurse tjetrin grup e robëroni. E juve ju la trashëgim tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre dhe tokën që ende nuk e keni shkelur. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. O ti pejgamber, thuaju grave tuaja, në qoftë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe stolit e saj, atëherë ejani, unë po ju jap furnizim për lëshim dhe po ju lëshoj ashtu siç është e rrugës. Me këta jetë, domthon Allahu ju jep mundësi që ato të zgjedhin a dojnë të shkurërzon për pejgamberit a.s. apo jo. E në qoftë se e doni Allahun dhe doni pejgamberin e Allahut dhe doni botën tjetër, atëherë të jeni të sigurta se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë punë të mira. O gratë e Muhamedit a.s., o gratë të pejgamberit, cila do prej jush që bën punë të ligë e të shëmtuar, asaj dënimi i shtohet 2 fish, e kjo për Allahun është shumë e lehtë. Këto ishin parafërsisht ajetet apo domethënit e këtyre ajeteve që sapo lexuam bashkarisht. Pas këtyre domethënieve të surës Ahzab, kthehemi dhe u dhajmë mundësinë që të na kontaktoni përmes telefonave tanë dhe ta thoni atë pjesë që keni menduar për sot. Presim telefonuesin e parë. Alo? Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Unë quhem Nejla nga Prishtina. Nejla, mirë se erdhe. Dhe sot kam përzgjedhur ta them surën Nas. Surën Nas, fillot lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kull a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumë, Nejla, faleminderit shumë. Të përshëndesim dhe të urojmë iftar të këndshëm. Përderisa përshëndesim Nejlën, presim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush është me ne? Bahria nga Malisheva. Mirë se erdhe. On kam vendosur me thënë surën El Asr. Fillot lutem tani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqi wa tawassaw bis sabr. A bën me thallë shirk? Po të lutem, gjithsesi. Me emrin e Allahut, në shëruesit dhe në shtibërësit. Pa shakuhën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan në vepra të mira, që porositën njëri tjetrin, që përmbohen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jetë të durueshëm. Të lumt, Allah të shpële, A bën faleminderit edhe shumë. mutra? Patjetër. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam, mirë se erdhe. Unë jam Ilma nga Malisheva. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Çka ke përzgjedhur për sot? Unë kom menduar se me thonë surën Quraysh. Fillot lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila Elma, nuk dëgjojmë. Nuk dëgjosh në studio, si duket ka dështu telefonata dhe e presim Elmën të na telefonon sërish, ndërsa në vazhdim marrim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Unë jam Yusuf Adrio. Mirë se erdhe. Faleminderit. Çka ke përzgjedh për sot me lexu me ne? Elhamdulillah. Fillot të lutem.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Talum. Faleminderit shumë. Të presim në ditëve tjera. Mëso sure të reja dhe na telefono edhe ndaj bashkë me ne ato çfarë ke mësu. Alo, kujt i themi? Bardhët nga Vitia. Mirë se erdhe. Mirë se erdhëta. Bardh, çka ke përgatitur për sot? Kam përgatitur surën Azab, ajeti 35. Ajeti 35. Fillo të lutem. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. Talum, faleminderit shumë. Për kthimin e ke mësu. Do më thënë ta ke mësu. Të them të porosis që të këshirsh edhe shqip edhe kime pase përveç që tingëllon bukur dhe është bo viral, ndoshta në disa raste e ka edhe për kthimin e tamam për muslimanët e veçantë që janë të bindur ndaj Allahut të Madhërisht. Të presim edhe ditëve tjera. Faleminderit shumë. Ndërkohë, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Kira. Mirë se erdhe. Ndalja zërin televizorit të lutem në mënyrë që të mund të vazhdojmë komunikimin së bashku. Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Errahman, Errahim, Maliki Yawmiddin, İyyâke na'budu, İyyâke nestaîn, İhdina sıratal mustakim, Sıratal lezîn, En'amte aleyhim, Gayri mağdubi aleyhim, amin. Talum, faleminderit. Emre nuk na e the? Hira. Hira. Nga Prishtina? Nga Poja. Faleminderit shumë, të presim në ditëve tjera. Shumë faleminderit. Alo, presim telefonusin e radhës. Esselamu alaikum. Aleikum selam, kush na përshëndet? Unë jam Elif nga komuna Dragashit. Elif, na ke mungu. Nuk e kam kap linjan. Tani, me qenë se e more linjën, çka kemi na thonë sot? Ajetin e parafundit të surës Bekare. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Elif të صدق الله العظيم. Faleminderit shumë Elif, faleminderit shumë. Ndërkohë të mëso pjesë tjera të Kur'anit dhe na telefonon në ditët në vazhdim, edhe ndaj bashkë me ne ato çfarë ke mësuar. Iftar të këndshëm. Faleminderit. Selamu alaikum. Tani presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush është me ne?
Hafsa, Hafsa nga? nga Prizreni. Mirë se erdhe, Hafsa. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën Shems. Shems, fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف Wala yakhafu uqbaha. Të lumt Hafsa. Janë shoqëri me dika të përrethësh dikush tjetër? Jo. Okej, ju presim edhe ditëve tjera. Faleminderit shumë. Aleikum selam. Alo, kemi telefonuese në radhës. Alo, kujt i themi? Në rregull? Alo? Alo, alo, urdhro? Jam Sofjan Vushtreja. Sufjani nga na telefonon? Vushtreja. Nga Vushtreja. Sa vjeçar është Sufjani? 3. A? 3. Qa ke përgatitur sot me lexu me ne? Surën al-Fatiha. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Të lumë, Sufjan, falemderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera, shumë falemderit. Allah të rujtë e të rritë me të mirat e ti, aleikum salam wa rahmetullah. Ndërkohë të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje për ta prezentuar mysafirin e parë në studio që është këtu me nesët. Ajo është një djalë shumë i talentuar, është Anuari. Anuar, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Një pjesë të surës Al-Ahzab. Mashallah, fillo të lutem. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرتهم وأجرا عظيما. Shumë bukur, Allah shpërblej, faleminderit. Qysh e ke mësu këto? Me prindrit, edhe e kam një orë në Gjermani, e kem një orë ekstra me to, e thirrin mbrëmje edhe i përsëritu me to. Një orë takimi për me mësu, shumë bukur. Në cënë klasë je? Tretën. Në klasën e tretë, shumë bukur. Në cënë sa vjeqar? 8. 8 vjeqar, bravo. A të ka orë vështirë me mësu këto? Pa i të e përsëritë të më ka orë shumë vështirë. Në kam gullësia, lunë në rol të madhë në sukses. Ashtë ashtu? Po. Bukur shumë, faleminderit shumë. Pas këtij leximi të bukur, kthehemi tek ju të dashurit e mi për të prit mysafert përmes telefonit, telefonuesit, lexuesit e radhës. Alo, kujt i themi? Alo,
Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Ilma. Ilma, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Nga na telefononi? Nga Malishiva. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Quraysh. Surën Quraysh, fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. Talum, faleminderit shumë. Allah shpëlbeft. Të presim Amen edhe ty. edhe ditëve tjera. Faleminderit shumë. Ndërkohë të dashurit e mi, e përshëndesim Elmën dhe presim telefonusin e radhës. Alo, kush na telefonon? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na lajmërohet? Aksa nga Prishtina. Aksa, mirë se erdhe. Unë sot kam përzgjedhur të tham surën Felek. Felek, fillat lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر الفلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. Allah shpëlbeft Aksa, faleminderit. Të presim më ditëve tjera. Desha të falenderoj për komentimin. Faleminderit edhe për juve për konsideratën. Të presim më ditëve tjera. Ndërkohë ti mëso sure tjera, edhe na merr në telefon, edhe na trego se çfarë ke mësuar. Në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Kush na përshëndet? Aurta Feza. Nga Prishtina. Nga Fush Kosova. Nga Fush Kosova, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Çka ke përzgjedh për sot me lexu me ne? Elhami. Fillo të lutem tani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Errahmanirrahim. ملاك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt Aorta, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera. Përshëndesim Aortën dhe presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Alo, selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Adnani. Adnan, mirë se erdhe. Mirë se ju qita. Nga na telefononi? Nga Gjermania. Nga Gjermania. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën Zelzele. Fillo të lutem tani. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah shpërblej, faleminderit shumë Adnan. Kemi një ajet që është mirë me u kthye edhe një herë, bukur shumë. Faleminderit të përgëzoj për leximin dhe të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Ndërkohë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Aleikum salam, mirë se erdhe. Alo, urdhra? Mirë se erdhe. Aksa, mirë se erdhe. Faleminderit. Qa kime lexu tani me ne? Shahadetin. Fillo të lutem. 3 vjet. 3 vjet. 3 vjet.
Mashallah, Allah të rujtë të ritmet mirat e ti. Leloja. Fillo të lutëm tani. Leloja baba. Muhammeden. Resulullah. Mashallah, bravo të lumt. Faleminderit shumë. Të përshëndesim dhe Salam aleikum. aleikum selam dhe ju urojmë iftar të këndshëm pra njerëzve më të dashur tuaj. Në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Salam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Hamza nga Dragashi. Edhe njerë emrin të lutëm? Hamza. Filla, qa ke mendu me lexu sot me ne? Salavat. Filla të lutëm tani. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema sallayte ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim. İnneken hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim. İnneken hamidun mecid. Të lumt Hamza, faleminderit shumë Hamza. Të presim në ditëve tjera. Të urojmë iftar të këndshëm, ndërkohë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Almunda. Mirë se erdhe. Mirë gjeta. Çka ke për zgjedh me lexu sot me ne? Nasin. Fillo të lutem tani. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumt Almonda, faleminderit shumë. Të presim në ditëve tjera, të urojmë iftar të këndshëm. Tani në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Miftar e Xhepi nga ja? Mirë se erdhe. Mirë se jo gjeta. Çka ke për zgjedh me lexu sot me ne? Surën Felak. Fillo të lutem. Kulu dhe rabi felakëm, min sherri ma halakë, min sherri gasikin idha ve kabë, min sherri nefafati filukabë, min sherri hasidin idha hasad. Të lumt, faleminderit shumë. Të presim në ditëve tjera. Të urojmë iftar të këndshëm dhe të kaloni qaste të mira me njerëzit dhe familjen tuaj. Tani në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Vlera nga Bordhi i Madh. Vlera, telefonusja jonë e rregullt. Çka ke për zgjedh sot me lexu me ne? Surën Fil. Nuk dëgjoj mirë edhe një herë. Surën Fil. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Të lumë Vlera, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera që të na lexosh surë tjera të cilat ti përzgjedh për me nda me ne. Në vazhdim të dashurit e mi e bëjmë një shkëputje të dytë për të prezantuar mysafirin e dytë që është këtu në studio sot me ne. Dhe është një princesh e bukur, një vajzë e veçantë, e ka emrin? Asra. Asra, mirë se na erdhe Asra. A je mirë? Gjeta. Si po kalon? Mirë. Qa kime na lexu sot? Nasin. Fillo të lutem. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumt, Asra, sa vjet i ki? 4. 4 vjetë dhe ke mësu kul a'udhu bi rabbin nasin. Bravo, pas ke mësu shumë, ke mri shumë. Qështë ke mësu kul a'udhu bi rabbin nasin? Me babin me mamin. Shumë bukur, të e përsërit disa era, po? Po. Përveç kul a'udhu bi rabbin nasin, a din diçka tjetër? Po. Shumë din sura? Bravo, bravo, veç vazhdo edhe mësa. Përveç suraj.
5 sure, mashallah. 10, mashallah. Sa shumë po dishe sure. Bravo, të lumt. Veç vazhdo për çdo ditë, për çdo javë me mësu sure të reja, thuj babit, mamit, vllaut edhe axhës apo? Bukur. Domethënë, kësaj edhe tani ta leton Zoti dhe bësh hafuze e Kuranit, bravo. Të përgëzoj, të lumt, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, kthehemi tek ju. Me mundësinë për të na telefonuar dhe të ndarë me ne atë që keni planifikuar me lexu sot me ne. Alo, kujt i themi? Alo? Alo. Selamu alaikum. Jam Gëzimi prej Dobërdoli. Mirë se na erdhe Gëzim. A bën me thonë shahadetin? Ta thua shahadetin. Ndalja zërin televizorit në mënyrë që të mund të vazhdojmë komunikimin ose dil në një ambient tjetër ku nuk ka televizor. Okej. A mund të them tash? Me shumë kënaqësi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Gëzim. Sa vjeçar je? Jam 9 vjeçar. 9 vjeçar. Për kthimin e ke mësuar shahadetit në gjuhën shqipe? Jo. Gati vis pak e kam e mësoj. Ani. A bën edhe vllavi me thon? Po një këshill ua jap gjithëve kur ti mësoni suret, duat, mësoni edhe shqip në mënyrë që të dini çka po thoni dhe i përjetoni më mirë. Bukur, por faleminderit. Alo, për vllahun e Gëzimit? Jam Amiri prej Dobërdolit. Amir, mirë se na erdhe. Mirë. Çka ke përzgjedh për sot Amir? Me thonë me ne. Kulhuvallahu. Fillo të lutem tani. Kulhuvallahu ahad. Allahu samed. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lem yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt Amir, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi edhe përshëndesim edhe Gëzimin edhe Amirin dhe i dëshirojmë iftar të këndshëm. Ndërkohë, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo? Jam Amori 4 vjet. Mirë se erdhe. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Qa kime lexu sot me ne? A bën me nuk u vallojnë. Fillo të lutem. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lem yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë. A bën një tjetër me këtu? Kush vëlla, motra apo ti? E lomen. Të presim ditëve tjera në mënyrë që t'i japim mundësi edhe telefonuzëve të tjerë. Nëse ke vëllaun apo motrën, ata mund të thojnë. Selamu alaikum. Alo? Alo? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. A me dhanë Elhamin? Pa tjetër, por së pari na prezentohesh. Reisi nga Samadragja. Reis, mirë se erdhe. Fillo të lutem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nga Samadragja, nga Samadragja. Nga Samadragja. Suharekës, ha? Po. Të presim në ditëve tjera. Faleminderit shumë, Reis. Iftar të këndshëm. Ndërkohë vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? 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 Urdhroni. Kush na telefonon? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Rukajen. Mirë se erdhe, Rukaje. Qa ke përzgjedh me lexu me nesët?
Surën Nas. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A bëna radio Lidojës tam? Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Alo? Si duket telefonata është ndërprer, ne presim telefonusin e radhës. Alo? Por presim edhe Rukajen me djalin e dajës na telefonojnë sërish. Alo, kujt I themi? Melisa, Melisa nga na telefonon? nga Istogo. Qa ke përzgjedh sot me ne me lexu? Inat Ainat. Fillot lutem Melisa. إنات عينات كالكوثر فصالي لربك وانهر إن شهني كثول الأبتر. Inë shani eke huwa al-abtar. Të lumë Melisa, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Ndërkohë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Alo? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Abdurrahmani nga Skënderbeji. Abdurrahmani është vet apo me vëllain? Me vëllain. Cili po lexoni parë? Unë. Filla, çka ke përzgjedh sot? Rajte. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Apo? Filla të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Të lumt Abdurrahman, faleminderit shumë. Të presim edhe nesër dhe ditëve në vazhdim, ndërkohë ja kalo telefonin vllat ashtu. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Ajetin Kursi. Fillot lutem. Allahu la illahu huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumt, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera. Pak më shkurt e re, po e mundesh me këshyre edhe një herë të shtëpia. Shumë bukur. Faleminderit shumë, ju presim. Na telefonon edhe ditëve në vazhdim. Tani të dashurit e mi presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Aina. Mirë se erdhe. Nga na telefonon? Allahu ehad, Allahu samet, lem yulad, lem yulad, lem kulehu, kufuwan ehad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kufuwan ehad. Të lumt Ajla, faleminderit shumë Ajla. Sa vjeçare je? Të lumt, Allah të rrit me të mirat e ti. Të presim edhe ditëve tjera. Ju urojmë iftar të këndshëm. Në ndërkohë, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Merva. Merva, mirë se na erdhe Merva. Mirë se ju gjeta. Merva, qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Qarja. Fillo të lutem tani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية
وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Merva, faleminderit shumë, të falenderojmë edhe për leximin edhe për paraqitjen, na telefonat dhe na merr edhe ditëve në vazhdim. Edhe akoma mirë se me këtë lexim me qenë telefonusja e fundit për sot. Dashurit e mi, ju që ka nuk keni mujt me marrë linjen, ju presim ditëve në vazhdim. Kthehemi në studio për ta përfunduar bisedën, muhabetin që kemi nisë me Anuarin dhe me Asrën, edhe pastaj ta përfundojmë edhe krejt emisionin për sot. Krahas mësimeve të shkollës, a të ka ardhur vështirë me mësu suret edhe me mësu doftë? Po do më kanë orë pak vështirë, do më kanë orë shumë të lehta. Pse kanë orë vështirë? Sepse nuk janë gjuhë Në gjuhën shqipe. Qashtu do më thonë. Por megjithatë, pse të vjen vështirë, nuk duhet mu zbrap, Nuk sapo. dorëzopu. Çfarë thon Muhamedi alayhis salam, kush lexon Kur'an edhe vjen lehtë, ka një fish për blimin. Ndërsa kush lexon Kur'an edhe vjen vështirë, ka 2 fish sevapin. Prandaj ti ke përgjegjë që atëherë mos mu tërjek, por me fitu sevapin 2 fish. Bukur shumë. Çfarë mesazhi ki për shokët, për djemt, për nxënësat në përgjithësi? Lexoni sa më shumë Kur'an edhe mësoni. Të lumë, faleminderit shumë. Edhe ne bashkangjitemi këtij mesazh. Ndërsa Asra 4 vjeçare. Shoqet e tua luajnë hala me kukulla, ti ke mësuar edhe dov. Çfarë i thu shoqeve tua? Vazhdoni luni me kukulla, por edhe nisni me mësu se tash jeni tu rrit, apo? Të lumt, faleminderit shumë. Bukur shumë. A kisha mujt mi përshëndet edhe gjyshin që i kam në Gjermani. Edhe ne përshëndesim gjyshin edhe gjyshin, edhe ju dëshirojmë, edhe iftar të këndshëm, po edhe ju urojmë shëndet e mirëqenie kudo që janë, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Edhe në Gjermani. Në Gjermani, ashtu. Bukur, të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm. Bashkë ne takohemi ditën e nesërme me mysafirt e radhës. Ju lëm në manet Allahut madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.